Ne si ehli sunet besojmë se të gjithë emrat e bukur që Allahu i lartësuar i ka përmendur si emrat të tij në Kur'an dhe që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i ka përmendur në hadithet e tij për Allahun subhanahu wa ta'ala, besojmë që janë hak. Po ashtu ne i pohojmë të gjitha cilësitë që Allahu i lartësuar i ka pohuar për veten e tij në Kur'an dhe të gjitha cilësitë që profeti sallallahu alaihi wasallam i ka pohuar për Allahun subhanahu wa ta'ala në hadithet e sakta. Emrat dhe cilësitë e Allahut të lartësuar janë hak. Prandaj ne i besojmë dhe ne i pranojmë. Besimi në Allah përfshin edhe besimin në emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta. Të besosh Allahun një vetëm do të thotë të besosh se ai është Zoti i vetëm, krijuesi i vetëm, sunduesi i vetëm, të besosh gjithashtu se ai është i vetëm në emrat e bukur dhe cilësitë e tij të larta. Ai nuk ka të ngjashëm në cilësitë e tij. Gjithashtu të adhurosh Allahun një vetëm, pa i vënë shok Allahut të lartësuar. Këto janë 3 llojet e tauhidit, njëshmërisë së Allahut të lartësuar. Dhe njëri nga këto lloje është tauhidi e emrave të bukur të Allahut dhe cilësive të tij të larta. Pra të besosh se Allahu i lartësuar është një dhe i vetëm në emrat e bukur dhe cilësitë e tij të larta. Emrat e bukur të Allahut të lartësuar, për shembull, El-Awwal wal-Akhir, i pari, i pa fillim, i fundit, i pa mbarim. Allahu s'ka fillim, s'ka mbarim. El-Hayyu el-Qayyum, i gjallë, i përjetshëm, mbikëqyrësi i gjithësisë, mbajtës i gjithçkaje. El-Alim, i gjithdijshëm, El-Qadir, i gjithfuqishëm, Es-Sami', dëgjuesi, El-Basir, shikuesi, El-Hakim, i urti, çdo gjë e ka krijuar me urtësi. El-Ali, i larti, El-Azim, madhështori, El-Jamil, më i bukuri, El-Barr, bamirësi, Ar-Rahman, i gjithmëshirshëm, Ar-Rahim, mëshiruesi. Disa cilësi të Allahut të lartësuar që ta kuptojmë këtë temë. Dëshira, vullneti. Allahu i lartësuar vepron me vullnetin e tij, me dëshirën e tij. Edhe kjo llojshmëri krijesash, ka lloj krijesash, ka lloj gjërash. Tregon dëshirën, vullnetin e Allahut. Allahu me dëshirën e tij ka paracaktuar, edhe i ka krijuar me këtë llojshmëri. Ditë dhe natë, rrezë dielli, rrezë shiu, ujëra të pishme, ujëra të kripura, jetë, vdekje, gëzim, hidhrim, mirësi, vujtje. Pra ka llojshmëri krijesash. Dhe kjo tregon që Allahu i lartësuar i ka përcaktuar me vullnetin, me dëshirën e tij. S'ka kuptim tjetër, s'ka shpjegim tjetër. Po ka dhe argumente në Kur'an ku Allahu pohon dëshirën e vet. Mëshira e Allahut është një cilësi e Zotit. Gjitha mirësitë që kemi janë rrjedhim, janë gjurmë të mëshirës së Allahut të lartësuar. Drejtësia, Allahu është i drejtë dhe ai ka urdhëruar, dhe ai ka shpallur fe të drejtë, ka zbritur legjislacion të drejtë dhe Allahu i lartësuar gjykon me drejtësi. Ai nuk bën as pak pa drejtësi. Ka kërkuar nga njerëzit që të vendosin drejtësinë, ka urdhëruar për drejtësi. Pa drejtësia është një cilësi e Allahut. Inna Rabbi ala siratin mustaqim. Kënaqësia dhe zemrimi janë cilësi të Allahut. Allahu kënaqet me robët e tij të mirë, zemrohet me njerëzit e këqij, dhe ata që fitojnë kënaqësinë e Allahut do shkojnë në xhenet. Ata që marrin zemrimin e Allahut do shkojnë në zjarrin e xhehenemit. Kënaqësia dhe zemrimi pra janë cilësi të Allahut. Po ka grupe që i mohojnë cilësitë e Allahut, për shembull, e mohojnë mëshirën e Zotit, me rahmetin. Nuk themi që Zoti ka rahmet. Pse? Po thosh ka rahmet, e ke krahasuar me krijesat, se dhe njeriu ka rahmet. Shiko sa larg kanë shkuar në mohimin e cilësive të Zotit. Të tillë janë kelamistët, edhe esharit për shembull. Dhe esharit e mohojnë rahmetin e Zotit, pohojnë dëshirën. Edhe gjitha veprimet e Zotit thonë janë dëshirë e Zotit. Pohojnë fuqinë edhe dëshirën e Zotit. Edhe ca cilësi tjera, po rahmetin, mëshirën nuk e pranojnë. Ndërkohë që sa vende ka përmendur Allahu mëshirën në librin e tij, Allahu është i gjithmëshirshëm, Rahman, Ar-Rahim, mëshiruesi. Wa rahmeti thot wasi'at kulli shay. Mëshira ime ka përfshirë gjithçka. Çdo gjë është, domthonë gjitha mirësitë janë rrjedhimi i mëshirës së Allahut. Deri ku ka shku mendja e atij muslimanit devijuar. Ka mohuar dhe mëshirën e Zotit, rahmetin e Allahut. Këto janë grupet e humba, këto janë sektet. Allahu na ruaj nga devijimi. Mëshira e Allahut nuk është ngjashme me mëshirën e robit. Kjo është edhe një njeri që s'ka mësuar fe e di këto. Se Allahu ka përfshirë gjithçka në mëshirën e vet.
Kurse mëshira e robit është rrjedhimi i mëshirës së Allahut dhe mëshirën që kemi ne na e ka dhënë Zoti. Kështu që mëshira që ka robi duhet njeriu me mend e çon përfundimin që unë që kam mëshirë, patjetër që ai që është lart mbi gjithë ka mëshirë më shumë. Kjo është logjike. Që këta që u ndikuan nga filozofia greke janë rrugën e shejtanit. Dhe devijime janë të hapura mes muslimanëve. Akoma ka njerëz që i mbrojnë, edhe hajt flasësh me ta. Akoma ka njerëz që kërkojnë të lexojmë këto librat e këtyre që kanë mohuar cilësitë e Zotit, i mbrojnë me të madhet, edhe po ti kritikosh, domethënë je në kundërshtim të madh me ta. Po nuk mund pranohet devijimet e tyre, nuk mund pranohen. Mohojnë kënaqësinë e Zotit dhe zemrimin e tij. Ata e kënojnë Kur'an, ghayril maghdubi alejhim, jo në rrugën atyre me cilët ti je i zemruar. Me kjo është i zemruar Allah, me që i futët dhe me ata që janë të gjashëm me ta, po nuk e pranojnë që zemrimi është cilësi e Zotit. Radiyallahu anhum, Allahu është i kënaqur me ta, çdo musliman e di. Po nuk e pranojnë që kënaqësia është një cilësi e Zotit. Pranojnë që Allahu zemrohet dhe kënaqet. Kelamistët janë këta, por ky lloj besimi nuk gjen terren ke masa e muslimanëve. Pra në realiteti është që masa e pranon cilësitë e Zotit. Sepse e kënojnë Kur'an, janë hadithe e profetit, për shembull hadithi i profetit sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha kataba fi kitabi fa huwa indahu fawqa al-'arsh, inna rahmati taghlibu ghadabi. Allahu ka shkruar në një libër që është tek ai mbi arsh, se mëshira ime mbizotron ndaj zemrimit tim. Mëshira e Allahut është më e madhe. Ai ka paraprirë zemrimit të Allahut dhe ajo është mbizotruese ndaj zemrimit të Allahut subhanahu wa taala. Ndaj dhe gjurmët e mëshirës së Allahut te krijesat janë më shumë se sa gjurmët e zemrimit të tij. Se të këqijat vijnë si pasojë e gjunaheve. Dhe tregojnë që Allah është zemruar me gjunat që bën njerëzit, ndodhin katastrofa, dënime në masë e tjerë. Por nga ana tjetër, mirësitë në gjithësi janë më shumë, pra atë rrjedhimi i mëshirës së Allahut të lartësuar. Ne besojmë që Allahu i lartësuar ka fytyrë, ka dy sy, ka dy duar, po të dyja duart e Allahut janë të djathta. Sepse fytyrën, syt dhe duart i ka përmendur Allahu i lartësuar në Kur'an. Dhe ne i besojmë cilësitë e Zotit që përmenden në Kur'an. Por kjo nuk do të thotë që cilësitë e Allahut janë të krahasueshme me cilësitë e krijesave, sepse Allahu thotë në Kur'an: "Wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Askush nuk është i barabartë me të. Laysa kamithlihi shay. Asgjë nuk është si ai. Ne i pranojmë cilësitë, por pa i krahasuar ato me krijesat. Allahu ka nderuar njeriu dhe ka krijuar me dy duart e veta. Ka thënë lima khalaqtu bi yadayya, duke u drejtuar iblisit thotë Allahu në Kur'an: "Ç'të pengoi ty ti bëje sejdë atij që unë e krijova me dy duart e mia?" Pra Allahu na ka nderuar, na ka krijuar me dy duart të veta. Pra krijoi babain ton, babain e njerëzimit, Adem me dy duart e veta. Kjo nderim që Allahu na bën njeriu. Kështu që pranojmë gjithë cilësitë e Allahut subhanahu wa taala që përmenden në Kur'an dhe në Sunetin e Profetit, pa i keq interpretuar citatet në të cilët përmenden cilësitë e Allahut të lartësuar, pa ndryshuar kuptimin, pa i mohuar cilësitë dhe domethënien e vërteta dhe të citateve cilësive dhe cilësitë, pa i krahasuar cilësitë e Allahut me krijesat. Pra i besojmë cilësitë, po pa i krahasuar me krijesat. Gjithashtu ne nuk përshkruajmë formën se si janë cilësitë e Allahut. As nuk e përshkruajmë mënyrën se si kryen Allahu veprimet e tij. Allahu na ka njoftuar për cilësitë e tij. Po se si janë cilësitë e tij nuk na ka njoftuar, s'kemi dituri për ta. Dhe Allahu na ka treguar për veprimet që kryen. Po se si i kryen edhe veprimet e di ai, kështu që ne nuk thellohemi dhe nuk flasim për çështje për të cilat ne s'kemi dituri. Siç ka thënë Allahu në Kur'an: "Wala yuhituna bihi ilma." Ata nuk e përfshin Zotin me diturinë e tyre. Dim aq sa ka përmendur Allahu në Kur'an dhe profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithet e sakta. Pra besimi i ahli sunetit që është besimi i profetit, i shokëve të profetit, dhe muslimanëve brez pas brezi, muslimanëve rrugën e drejtë, është shumë i thjeshtë, shumë i qartë, se del nga Kur'ani dhe nga Suneti. Nuk del nga arsyetimet e ndërlikuara dhe të kota që janë bazuar në filozofinë e devijuar. Allahu shpëlef me të mira, alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad.